zbyth. Ne, di çfarë shteti është Bosna. Absolutisht. Unë 5 vjet kom jetu atje, kom bashkëpunu me qeverinë bošnjake, atje ku nuk për çështje cilat ata nuk janë marrë vesh të kalumën, se primarveshjes të Dodikut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo që është njërë marrë vesh, nuk ka më tensione në Bosnë çfarë ka pas të kalumën. S'ka pas çfarë të kalumën. Jo, sa ka qenë Dodiko, ai nuk kanë dëgjuar për Sarajevën fort. Jo, dëgjom. Ai kryetari ka pas dëgjuar. Sa vol pa lidhje. Ka dalë. S'ka mujt me po. Na dëgjoni që tash. Është një marrëveshje e cila është bërë mes serbëve të Bosnës me Shtetet e Bashkuara, ku është mri dakordanca. Qysh hecet përpara, Bosna kështu qysh është ku nuk ka kur farë përplasje mo nivel të prezidencës ku ka qenë në të kalumën. Unë kom jetu atje, kom bashkëpunu me atë qeverisi me 5 qeverit e tjera për të Bosnës në Ballkan. Ata kur kanë dash me marrë vendim, kur kanë pas qëllim, ka funksionu krejt perfekt. Në sistem të koklavitun, të 13 qeverive, nuk është atje veç Republika Sot, janë 13 qeveri. Tash, prej marrëveshjes, nuk është i dështuar. Prej marrëveshjes të tyne me administratën amerikane, brenda Bosnjë Hercegovinës, nuk ka më blokada në vendimarrje e para. E dyta, Kosova me të drejtë në të kalumën është frigu. Që na nëse e krijojmë pa kohezion të brendshëm institucional, asociacionin, plus me një vegës 2013 që e kërkon që edhe